Ngriuni për vendin tuaj, luftoni. Jane Fonda, aktoria radikale e majt, 87 vjeçare, është e friksuar se në Amerikë po merr fund fjala e lirë, freedom of speech. Dhe sipas saj, e gjitha kjo mbasi është sankcionuar dy karagjoz, cilët mund të barazohen me atë gafaxhiun e Azerbajxhanit, Colbert dhe Kimmel. Dhe ajo thotë që duhet të organizohemi tani në Hollywood për të mbrojtur fjalën e lirë. Por të paktën ajo sot nuk po pozon ngjitur me një tank komunist si diku në Vietnam. Besoj ju kujtohet, brezit tim. Ajo shikon si një rrezik real këtë që po ndodh nga Trump. Nuk është rastësi që media e majt e quajnë tiran, diktator, Hitler, madje edhe mbesa e vet, mbesa e zotit Trump, thotë që Trump vuan nga një sindrom narcisizmi dhe ka pasur një smundje që nuk e lejonte dot të mësonte. E majta e shfrytëzonte atë. Kjo që po ndodh me Fondën nuk është gjë e re. Janë ato që quhen paratë zeza. Është ngritur një faqe në internet quhet Chorus. Dhe ti, këta njerëzit që janë me emër, mund të shkruajnë, merr një pagesë $8,000 në muaj, por me një kusht që çdo gjë që do të shkruash do të redaktohet, do të kontrollohet nga bordi Chorus. Kjo organizat ka hedhur $400 milion me njëherë mbasi ka fituar zoti Trump, për të shkatruar luftën që Trump po bën kundër wokizmit, DI, transgender, gay, çdo gjë që është anti-tradit, anti-komb, anti-familje, anti-qytetërimit perëndimor. Emrat e investitorëve janë sekret. Ndaj quhen parazeza. Por ai që në fakt është investitori kryesor është George Soros. Këtë e thot Bill O'Reilly, i cili është i vetmi që e lufton Sorosin prej 30 vitesh. Shumë mund të thonë që pse e them Soros, me Kongresin e Gjuhës Shqipe, të gjithë emrat dhe mbiemrat e huaj do të shkruhen si shqiptohen. Ne nuk e themi George Washington, themi George Washington. Edhe ai ashtu shqiptohet, Soros. Siç është Erdogan, jo Erdogan, le të themi, të jemi korrekt. Ndërkohë që zoti Trump është lëshuar ndaj Sorosit për të patur një akuzë për ta marrë të pandehur. Nuk është vetëm ai tek lista e armiqve të tij personal. Ish drejtori i FBI-t Comey do vetë dorëzohet të enjte në gjykatë. Një oficer i lartë i FBI-t ka kundërshtuar që t'i dërgonte mandatin e arrestit dhe ta merrte me pranga drejtorin e FBI-t. Kjo ishte për ta turpruar sepse Trump i mban mend se si u sollën ndaj tij edhe pse nuk e prangosën, por i marrën atë foton mugshot si arrestuar, çka i ktheu miliona dollar sepse shiti fanela, bluza me atë foto, jo e mbani mend. Natyrisht që çdo case duhet të ketë akuza të ngritura në mënyrë profesionale që të jesh sukses në gjykatë. Duket se ndaj zotit Comey ka mundësi që të kemi çështje dismissed. Ndaj Sorosit pra është menduar që pa ditë të ngrihen në 6 shtete. Në sistemin e drejtësisë amerikane të dënon juria, duhet unanime, dhe juria është në mënyrë randomly nga banorët, nga votuesit. Pra në një shtet demokrat të majt është e vështirë të dënosh dikë që vjen akuza nga të djathtët ose kundërta. Kjo ka ndodhur shpesh, por sistemi kalon në apel deri në gjykatën e lartë, deri në gjykatën supreme dhe drejtësia vendoset. Nuk e di e keni ndjekur se ç'po ndodh në Gjeorgji. Thuaj se ka ndjekur pallatin presidencial. Arsyeja është vjedhja e zgjedhjeve.
Nuk është era parë që gjeorgjanët veprojnë në këtë mënyrë. Kur sistemi zgjedhor merret peng, e vetmja mënyrë është revolta, përmbysja edhe me dhunë, siç ndodhi dikur në Ukrainë, por natyrisht kur nga pas janë amerikanët, europianët, pra organizma të forta, për ta shkundur dhe për në këtë përplasje të madhe ku është midis Moskës dhe Washingtonit, gjithmonë nxiten dhe mbështeten me këtë administratë. Ja kam thënë që platforma është për të mbështetur djathtat. E patë në Moldavi, ku nuk fitoi partia e Moskës, por ishte ajo pro-europiane. Natyrisht dhe aty duhet të ketë pasur ndikim perëndimorët. Por nuk është vetëm se janë ngritur në Gjeorgji, janë në Hollandë, në Francë, në Gjermani, edhe në Itali. Përse heshtet në Shqipëri? Nuk është se ne si shqiptar nuk kemi nerv proteste dhe revolte. Mbase njerëzit janë zhgënjur, por duhet nditur ti tërheqësh dhe ti drejtosh, sepse edhe nga vizita ime fundit në Tiranë dhe në ato qytete që shkova, unë e pash që shumica shqiptarëve Rama nuk e do. Dhe kanë drejt. Të jetë e konsumuar mbi 12 vjet, kushdo të jetë. Shqipëria nuk ka nevojë për një clown, për një bufon, për një të korruptuar skajor, për dikë që po investon çdo ditë për të na prishur marrëdhëniet me Amerikën dhe duke qenë vllazëror me Vučić, indirekt me Moskën. Do doja të bëja një paralele midis këtij vendi të madh ku unë jetoj dhe me Shqipërinë. Këtu do ketë zgjedhje për Bashkinë e New Yorkut. Ju duket abi, republikanët nuk kanë kandidat. Në Tiranë, me sa di, as demokratët nuk po nxjerrin kandidat. Kur dihet që gara është e përfunduar. Sidoqoftë Manastriliu në Tiranë nuk është kurrë si Mamdani që është komunist. Në çdo gjë që thotë, në çdo gjë që bën, por është i vetmi në garë që është kundër Izraelit. Kjo e ndihmon shumë për të marrë votat, por mbase mund ta dëmtojë. Përse e bëj paralelen? Mamdani është e keqe e madhe për New Yorkun. Përballë është Cuomo, ish guvernatori Mike, por më moderator, është i Curtis Silva nga konservatorët, i cili merr mbështetjen e republikanëve. Siç do janë disa emra anonim në Shqipëri që mund marrin mbështetjen e demokratëve shqiptarë. Gjithkund, në çdo bashki ku sundojnë të majtët, krimi gëlon, pa pasërtit masive, pa punësi dhe qyteti bëhet i pajetueshëm. Mund të shkoni në Londër, mund të shkoni në zonat të tëra të New Yorkut ku ke frikë të kalosh, dhe sa herë që e djathta Shiraku, Giuliani marrin qytetet, qyteti prosperon, krimi zhduket, jeta bëhet më e pranueshme nga të gjithë. Nuk ka çelës magjik. Zoti Trump u kthye në një kthim biblik, por nuk ishte thjesht merita e tij. E ndihmoi shumë atentati munguar i vrasjes, dhe ishin dy persona, kam thënë Musk, i cili dha $240 milion falas, Pennsylvania u fitua prej tij të paktën, dhe Charles Crick, djaloshi që e vran, i cili arriti të kuptonte që rinia amerikane, sidomos ajo e kolegjeve, është një sasi e madhe votash që shkojnë kot dhe nuk njohin realitetin për të cilët janë marrë peng. Paraleli është dhe për Shqipërinë. Ai që quhet establishment, si këtu, dhe në Shqipëri është një brez që është dorëzuar kundra familjes, kundra traditës, DI, kundra të bardhëve, kundër vlerave,
kundra qytetërimit perëndimor, s'ka nevojë për familje, çturje imorale. Ndërkohë ky djalosh, Charles Kirk, të cilin nuk e gjej ende në Shqipëri, nuk di se ku ta vërgishtin, po do të dalë vetë nëse i krijohen mundësitë, arriti të gozdiste në zemër tek universitetet, kolegjit që ishin kthyer thuajse marksiste në shumicën e leksioneve. Dhe fitoria Trump kryesisht erdhi nga ai, sepse në 18 vjeç deri në 29 vjeçar Trump ishte më tepër se kamalare pikërisht se Charles Kirk organizoi politikisht një organizatë shumë madhe, Turning Point, me këtë brez të ri. Ja u thash dhe dje që rinia në natyrë është rebeluse, mosha, hormonet, e shikon botën ndryshe. Dhe në qoftë se qëllimi i tij, po të bëjmë paralelin edhe me Gjeorgjin, me kudo që ngrihen, është revolucionar përmbysës, në fakt kjo që po ndodh në Amerikë, që unë do të dëshiroja të ndodhte edhe në Shqipëri, është kundër revolucion, për të shkatruar atë revolucion të majtës ndaj çdo vlere perëndimore. Edhe në Shqipëri, e majta kanë qenë 44, e djathta shumë pak kanë ndënjur në pushtet, dhe Rama përfaqëson të majtën më të keqe, të majtën e Shoroshit, globaliste, i cili ka shritur interesat kombëtare, nuk do t'ja di kur janë larguar 1 milion vet, kështu dhe këtu. Dhe Kirk ngriti një organizatë të madhe dhe kishte chapters, si të them, celula, deg në të gjithë Amerikën. T'i kthemi normales, traditës, familjes, ku çdo njeri të martohet, këtë familje, të ketë 2 fëmijë si prindit, për të mbajtur qytetërimin perëndimor. Për ta bërë këtë vend përsëri për ëndrrën amerikane, kjo duhet ndodhë dhe në Shqipëri. Reagimet nga dje i pata shumë që brezi i ri nuk e ka vlerat sepse nuk mësojnë në shkollë, unë nuk e besoj këtë. Ky brez sot, sa do më pak se ne, se brezim të lexoj, ka aq shumë informacion dhe aq shumë mundësi që të arrit tavanin e dijeve sa ne se kemi patur kur. Nuk kishim në akses në libra botimet huaja, se ekzistonte koncepti online. Ne ishim të kufizuar në çdo gjë. Ishim me fat që kishim një dritare si Rai. Dëgjonim për sport BBC-n më shumë. Këto ishin dritaret tona. Ky brezi ka mundësit pa fund, me mira e mira të shkolluar kudo në perëndim. Tek ata unë kam besim. Tek ata unë kam besim që edhe Tirana të largohet sundimit majt, edhe Tirana të shkojnë djathtas, sepse në çdo vend ku sundon e majta në përbashki, veç se problematike. Dhe ka ardhur koha, them unë, që edhe në përplasje lokale të ketë platforma vizionare. Bashkia, kryesore, të strehimi. Si nuk flet askush për modelin e strehimit të Vjenës? Nuk duan, se duan të vjedhin. Pse Vjena ka çmimin më të ulët qirave në gjithë Europën perëndimore? Sepse bashkia ka ato banesat sociale fantastike, apo subvencionimet për të ngrihuar komunitete me lagje, me tokat e blera nga bashkia të investuara, ose me qira shumë minimale, ose me plan afatgjatë prodësie për një çift mësuesish, inxhinierësh. Kjo nuk ekziston me Ramën dhe me zgjedhërit e tij. Oligarkët, krimi e kontrollojnë. Them se ato protesta nga Gjeorgjia duhet të vinë deri në Tiranë. E djatha është kundra dhunës kudo. Po ndaj të keqes, ndaj atyre që janë të ndërthurur me krimin, nuk mund të kundërshtosh
batuta bajate në parlament apo se me violinë Puccini, jo. Do me zemër, me forcë. Unë besoj. Kudo në Shqipëri.